Përshëndetje të dashur miq, sot do të bëjmë jufka me spinaq në furrë me beshamel. Përbërësit na duhen gjalp, miell, qumësh, spinaq, jufka, piper të kuq, piper gëzim, 2 lugë miell. Për beshamel. Pas mielli shkon 1 litër qumër. Në kuq pak. Piper. Pasi përzim të trashën pak. Do të shkojmë spinaq. Beshameli u trash. Dhe neve e hedhim spinaqin. Kemi marrë një tavë dhe kemi lyer me vaj dhe tani e hedhim beshamelin bashkë me spinaqin. Pasi e shtrojmë beshamelin me spinaqin, shtojmë jufkat dhe i vëmë kështu me radhë. Kemi shtuar jufkat një nga një, tani hedhim beshamelin përsipër. I kemi edhe të gjitha shtojmë mozzarella dhe fusim në furrë për 180 gradë për pjekje. Përfundimi pas pjekjes do të presim tash shikoni një copë si ka dalë. Ka dalë e mrekullueshme. Nëse ju pëlqeu, mund të më bani like, subscribe. Shihemi në videot e radhës.